Fermerët e prekur nga përmbytjet dhe dëmet e shumta në bujqësi kanë protestuar përpara Bashkisë së Maliqit duke kërkuar dëm shpërblim nga shteti për humbjet e shkaktuara në prodhimin bujqësor. Sipas protestuesve, përmbytjet janë pasojë e keq menaxhimit dhe mungesës së pastrimit të lumenjve dhe kanaleve kulluese, çka ka sjellë përmbytjen e sipërfaqeve të mëdha të tokës bujqësore. Ata theksojnë se e gjithë toka është mbuluar nga uji dhe se deri më tani nuk kanë marrë asnjë mbështetje konkrete nga institucionet shtetërore. Ata nuk kanë besim se do të kompensohen. Madje kërkojnë edhe praninë e ministrit për t'i dëgjuar nga afër shqetësimet e tyre. Malli është i gjithë i pashitur, subvencionime skemi zero, mbi 250 milion. Të vinë të verifikojnë, të bëjnë edhe të marrin masa. Të gjithë këtu të flasin, janë tërë të mbaruar. Edhe ne këtu jemi mbledhur për përmbytjen e fundit që ndodhi në muajin nëntor. Kanë ardhur ka bën matjet e tokave të tëra dhe nuk na kanë dhënë asnjë lloj shpresë, asnjë lloj garancie që ne do shpërblehemi, do marrim 1 lekë. Gjendja është kritike. Problemi nuk është vetëm tokat bujqësore që janë përmbytur, por problemi është i malli që ka mbetur shtokje. Këto 13 vjet ku ka vajtur këto subvencionime? Kam afërsisht 40 hektar tokë, aktualisht të përmbytur kam 15. Prej 4 vjetëve nuk kam pastruar asnjë gjë në fushë. Dhe detyrimisht fusha do mbytet. Fermerët paralajmërojnë se nëse nuk do të ketë reagim dhe dëm shpërblim nga autoritetet, do të përshkallëzojnë protestën duke bllokuar rrugën. Protesta do shkallëzohet, kemi marrë angazhim të bllokojmë kryqëzimin libonik. Do mundohemi të përshkallëzojmë protestat. Protesta është monitoruar nga forcat shumta të policisë së shtetit, të cilat u pozicionuan në hyrje të Bashkisë së Maliqit për të garantuar rendin dhe sigurinë. Zona e Maliqit renditet ndër më të prekurat nga përmbytjet në qarkun e Korçës, veçanërisht në sektorin e bujqësisë. Sipas të dhënave të fundit, më shumë se 3600 hektar tokë bujqësore e mbjell janë përmbytur duke shkaktuar dëme të konsiderueshme ekonomike për fermerët e zonës.